Vot fare sepse personi nuk ka pasur të drejtë as të certifikohej nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për shkak të akta akuzave gjanave të tjera të cilat i ka pasur. Po, tash t'ju them kështu, sikur Partia Demokratike në atë kohë të ishte pjesë e koalicionit qeverisës, ne sigurisht që do e kishim një mandat 4 vjeçar, do kishim kohë që tregonim rezultate. Mirë po pavarësisht asajna, ne kemi hyrë në qeveri me 61 numra, kemi qeverisur për 7-8 muaj, kemi pas fatmirësisht në kohën e pandemisë, unë mund të numroj që kemi pasur rezultate ma shumë se sa kurti në mandatin 4 vjeçar, dhe mirë po çka ka ndodhur me rezultatet e votave më pas. Ne kemi paguar... Ju kohën e pandemisë keni patur rezultate më të mira se kurtin 4 vjet? Absolutisht po, absolutisht po. A do me t'i përmend cilat ishin? A s'është deklarat kjo goxha me një farë forme e tepruar? Thuhet që më shumë ajo periudhë ka qenë e shkurtër. Kjo, dëgjoj, tash unë mund t'i përmend me disa projekte të cilat ne kemi pas në atë kohë. Më lejo të them, në kohën kur ne kemi marrë, do me thonë kur qeveria Hoti ka marrë qeverisja, ne kemi gjetur një vendim të qeverisë Kurti, e cila ka qenë për mbyllje totale të ekonomisë. E para ka qenë plotësim ndryshimi atij vendimi dhe hapja ekonomive. E dyta, ne kemi hapur trusin pensional, kemi dhënë qytetarëve të vendit 200 milion euro i kemi futur në qarkullim. Mjetet të cilat kanë qenë të qytetarëve, po të cilat tani po rimbursohen. Të gjitha ata që kanë pasur ma pak se 10.000, janë duke u rimbursuar nga buxheti i Republikës së Kosovës. Ne kemi ndihmuar bizneset në atë kohë. Kemi ndihmuar, kemi subvencionuar, dhe me thanë, bizneset për pagë të punëtorit, për kokë të punëtorit. Ne në atë kohë kemi arritur që kryeministri të shkojë në shtëpinë e bardhë, të nënshkruaj një marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, dhe në shtëpinë e bardhë ta marrë njohjen nga Izraeli, që është një nga njohjet më të rëndësishme. Do me thonë, dhe... Këto janë të rëndësishme absolutisht, zënë Bajrami. Nësi referojme shtëpisë bardhë, është... Po, më lejo të them, do me thonë, cilat janë rezultatet e qeverisë Kurti. Ne kemi rritje të çmimit të energjisë elektrike për qytetarët për 127%. 127% është rritur energjia elektrike gjatë mandatit Kurti, është rritur 3 herë çmimi i energjisë elektrike për qytetarët. Kjo është rritur për shkak problemeve dhe mos menaxhimit të brendshëm? Absolutisht, do të flas pak ma vonë në veçanti për çmimin e energjisë elektrike dhe për atë çfarë po pritet për pasojat të cilat do të jenë për ekonominë vendore me deregullimin, me futjen, domethënë faktikisht me shtytjen në treg të deregulluar për 1300 kompani të cilat janë kompani vendore, dhe për këtë duha t'i kem disa minuta dhe ta shtilloj në mënyrë të veçantë, sepse kemi një propozim për zyrën e rregullatorit të energjisë, të cilës do t'i adresohemi ditën e hënë. Çfarë ka pasur tjetër? Kemi pasur ngritje alarmante të çmimit, inflacioni i cili ka ndodhur gjatë këtyre 4 viteve, dhe qeveria ka luajtur rolin e spektatorit, nuk ka ndodhur asnjëherë në Republikën e Kosovës. Ne kemi pasur 250 milion euro tendera një burimor, tendera që janë shpërnda shokëve dhe dashamirëve nga ministrat e qeverisë Kurti. Ne kemi, na ka lulëzuar vend mafia energjetike. Ti ke kompani të cilat para 3 viteve kanë hyrë në tregun e energjisë, dhe sot kompania renditet, kompania me 2 punëtor, të cilës nuk i dihet adresa, renditet si e teta me qarkullimin më të madh në vitin 2024. Ne kemi njerëz, dhe me thonë, të cilët sot janë me akt akuza, deri sot i ketë deklarata të kryeministrit dhe të krejt eksponentëve televizjes vetë vendosje, duke u zotuar që në fakt janë organet e drejtësisë ato që po i sulmojnë, për ndryshe ata janë të pastër, ku në fakt i kemi pa dëmët që janë shkaktuar në këtë rast, për shembull për zotin Agip Krasniqi, korporatës energjetike të Kekut. Dhe këtë dua ta lidh mandej me mafinë energjetike dhe me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, kur flasim në veçanti të energjia. Çfarë kemi tjetër? Masat ndëshkuese të Bashkisë Evropiane, asnjë njohje nuk e kemi marrur. Zoti Pacolli i ka sjell njohje e Republikës së Kosovës, imagjinojeni. Ndërkohë që Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka qenë për 4 vite, nuk jemi antarësuar në asnjë organizatë ndërkombëtare. Dhe plot gjëra të tjera në fakt nuk njihen. Kanë për 4 vite kanë ndërtuar një urë në Staradran dhe kanë ndërtuar një urë tjetër
urën e Badovcit, do më thonë për mandatin 4 vjeçar. Ky është rezultati i qeverisës 4 vjeçare, sipas juve, po.